Veprimet e përçueshme politike të Albin Kurtit, i cili ia mësyu të martën betimit për deputet dhe ruajtjes së njëkohshme të postit në krye të ekzekutivit, që rezultoi me dështimin e seancës për konstituimin e kuvendit, tërhoqëm vëmendjen edhe të mediave ndërkombëtare. Përpjekja për të ushtruar njëherësh dy funksione, në kundërshtim të qartë me Kushtetutën e Kosovës dhe ligjin për qeverinë, shtyu partitë opozitare të refuzojnë votimin e raportit të komisionit verifikues. Në një artikull kushtuar këtyre zhvillimeve, agjencia e njohur ndërkombëtare Bloomberg raportoi për dështimin në konstituimin e kuvendit, duke theksuar se kjo situatë mund të çojë vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme dhe të vonojë formimin e qeverisë së re. Mbledhja inauguruese e deputetëve u kthye në kaos dhe më pas u pezullua pasi përfaqësuesit e opozitës thanë se Kurti dhe ministrat e tij nuk kishin dhënë dorëheqje në kohë, siç parashikon kushtetuta. Shkruan ndër të tjera mediumi. Mëtej, Bloomberg shkruan se qasja udhëheqëse e Albin Kurtit e ka izoluar politikisht Kosovën, duke lënë pa mbështetje të konsiderueshme, jo vetëm në skenën e brendshme politike, por edhe në raport me partnerët ndërkombëtar, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stili i tij i udhëheqjes, megjithatë, e ka lënë me pak aleatë si në vend ashtu edhe në Bashkimin Evropian dhe SBA. Sipas prestigjozes amerikane, aleatët e Kosovës e kanë akuzuar Kurtin për marrje vendimesh të njanshme dhe për nxitje tensionesh me Serbinë fshinje, e cila refuzon ta njohë sovranitetin e Kosovës. Associated Press, ndërkaq, e përshkroi anulimin e seancës si një ngërç që mund ta fusë vendin në një sagë të gjatë ligjore përpara se të mund të formohet një kabinet i ri. Pas një vonese të shkurtër në procedura, opozita votoi kundër një raporti që shqyrtonte nëse kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kabineti i tij vepruan në përputhje me kushtetutën kur nuk dhanë dorëheqje pas zgjedhjeve të 9 shkurtit në të cilat lëvizja vetëvendosje. Partia e Majtë e Kurtit fitoi 48 nga 120 ulset, më pak se shumica e nevojshme për të formuar vetë qeverinë. Në vitin 2021, kjo parti kishte fituar 58 ulse. Media vuri theksin gjithashtu të domosdoshmia e formimit të institucioneve të reja mes njësër sfidash që e presin Kosovën. Një kabinet i ri do të ishte i domosdoshëm jo vetëm për të drejtuar ekonominë e vendit dhe shërbimet e tjera, por edhe për të vazhduar bisedimet për normalizim që po zgjasin tash 14 vjet me Serbinë, të cilat nuk kanë shënuar përparim dhe marrëdhëniet bilaterale mbeten të tensionuara.